Sezoni turistik ka sjellë një shtim të ndjeshëm në lëvizjeve në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit. Vetëm gjatë 48 orëve të fundit, përmes kësaj pike kanë hyrë dhe dalë rreth 30.000 persona, duke shënuar një fluks të lartë lëvizjesh në prag të muajit gusht. Ditët e fundit muajit korrik po regjistrojnë fluks lëvizjesh në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit. Sipas autoriteteve, në 48 orët e fundit kanë lëvizur nga kjo pikë mbi 30.000 automjete, ku fluksi më i lartë është në hyrje të territorit shqiptar. Sipas policisë kufitare, fluksi më i lartë është në hyrje të territorit shqiptar, kryesisht me emigrantë dhe turistë huaj që zgjedhin vendin tonë për të kaluar pushimet verore. Për të përballuar këtë fluks dhe për të shmangur pritjet e gjata, aktualisht po punohet me kapacitet të shtuar, me 3 sportele në hyrje dhe 3 në dalje, gjithashtu dhe me procedura të përshpejtuara. Ndërsa fluksi i automjeteve vijon të jetë i lartë edhe në segmentin rrugor Moriçan-Shkodër, ku ditën e sotme vargu i automjeteve i kalonte rreth 1 kilometër. Ashtu si edhe vitet e kaluara, pritet që ky segment rrugor gjatë muajit gusht jetë i ngarkuar nga trafiku për shkak të lëvizjeve të larta të automjeteve që vijnë nga pika kufitare e Moriçanit.